këtë çështje, ndërkohë që jemi duke ndjekur në këtë momente edhe videon kur i është hequr banderola, por edhe atë të shoqërimit. Presim të për pak çaste sapo Gazmend Bardhi të bëhet gati edhe për deklaratën për mediat, ndërkohë në këtë momente do të kem kolegun Xhemil Bahari, i cili do të na jap informacione më të detajuar. Xhemil, përshëndes. Mirëmbrëma nga shtabi elektoral i Partisë Demokratike, ashtu që thatë edhe juve, rrethorës 18:30 minuta në qendër të qytetit të Firit, kandidati për deputet i Partisë Demokratike Fation Semanjaku, i cili është për bashkinë e Patosit, ka qenë duke shpërndarë disa fletushka dhe ka patur dhe një banderol. Pranë tij është ofruar një ekip i policisë bashkiake të Firit, të cilët i kanë thënë që nuk lejohet të bësh fushat dhe duhet të heqësh. Ndërkohë që nuk i është bindur kandidati për deputet, ka patur kundërshtim nga ana e policisë bashkiake, e cila ka njoftuar policinë e rendit dhe ka kërkuar ndihmë. Është afruar një patrullë policore, e cila e kanë marrë kandidatin për deputet, e kanë shoqëruar në ambientet e drejtorisë policisë vendore të Firit. Pasi është marrë në pyetje dhe i është qartësuar se çfarë ishte duke bërë dhe cilat ishin ankesat e palëve, kandidati për deputet Fation Semanjaku është lënë i lirë dhe ka qenë të ndryrja e Gazmend Bardhit, të cilët e kanë marrë me automjet dhe e kanë prurë në shtabin elektoral të Partisë Demokratike në qytetin e Firit, ku pas pak çastesh pritet që të dalin dhe në një konferencë për shtyp. Dua të theksoj se mbrëmjen e ditës së premte, kandidati për deputet Fation Semanjaku kishte ngritur një tendë elektorale në qendër të qytetit të Firit përballë një hoteli që ndodhen në qendër të qytetit, por rreth orës 21:30 minuta i kanë shkuar dhe kanë detyruar që ta heqin të tendën, pasi nuk lejoi sipas tyre, pasi një ditë më pas ishte lideri historik i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha që do të zhvillonte mitingun për përmbyllës të Partisë Demokratike dhe të Aleancës Shqipëria Madhështore në qytetin e Fierit. Unë kam kontaktuar vetë me kandidati për deputet Fation Semanjakun nëse ai do të bënte ndonjë deklaratë për median, por e ka lënë vetëm thjesht me aq që nuk do bëj deklaratë për media pse më hoqën tendën në qendër të qytetit të Firit. Ndërkohë, si thash, presim nga momenti në moment që zoti Gazmend Bardhi të dalin në një deklaratë për mediat këtu në shtabin elektoral të Partisë Demokratike. E qartë. Ndoshta vetëm për pak minuta do ta kemi edhe fjalën e zotit Gazmend Bardhi, ndërkohë do doja të dija pak nëse ka ndodhur ndonjëherë më parë, mos është kjo një precedencë që është bërë, ndoshta është kthyer disi edhe personale, apo nuk ka lidhje kjo? Se nuk është diçka e jashtëshme shpërndarja e fletushkave aq më tepër në një kohë fushate elektorale për një kandidat të këtij qarku. Fieri është caktuar si pjesë e hartës e vatrave të nxehta në këtë fushatë elektorale. Frika që ka marrë socialistët pas 3 mandatesh qeverisje, që nuk kanë çfarë t'i ofrojnë me elektoratit të qarkut të Fierit, por ngelen ende që premtojnë ujë, drita 24 orë, dhe kjo i ka marrë me frikë sepse shikojnë që edhe vetë brenda Partisë Socialiste ka përçarje në kryen e fushatës. Vetëm para daljes së emrave për kandidat për deputet, kur lakoshin emrat e tjerë dhe në listë dolën emrat e tjerë, kjo ka bërë që dica të stepen, të mos punojnë siç duhet, apo të punojnë për rrymat e kundërta që ndodhen brenda Partisë Socialiste. Pikërisht kjo gjë, pasi edhe vetë kandidat për deputet Partisë Socialiste në rrjetet e tyre sociale apo në qarqet e ngushta në grupet e WhatsAppit thonë që votoni numrin 5 dhe votoni Cenoklosin. Ndërkohë që vetë kandidatët nuk thonë që më voto mua. Pikërisht kjo frym është futur brenda Partisë Socialiste, ka ngjallur debat, pavarësisht pasaj edhe videove të tjera që dilen dhe hidhen në rrjetet sociale, ironizojnë kandidatët e palës kundërshtare. Gjithsesi është një vatre e nxehtë. Fieri priten zhvillime, por varet se sa dhe si do të administrojnë këto zhvillime në këtë vatër të nxehtë që është quajtur si nga ndërkombëtarët ashtu dhe nga ekspertët të fushatave elektorale në rang vendi.
E qartë. Ne jemi duke ndikur në këtë moment edhe mendimin e regjisë Xhemile dhe momentin kur është shoqëruar zoti Semanjaku, është ky çasti kur efektivet e policisë e kanë rrethuar dhe më pas e kanë shoqëruar për në komisariatin e Firit. Do doja të dija pak nëse ka patur apo jo një komunikim nga ana e shtabit me kandidatin, apo ende nuk kemi një informacion konkret se çfarë ka ndodhur, çfarë informacioni është dhënë në ambientet e komisariatit. Patjetër që do të presim edhe komunikimin e zotit Bardhi, por ndoshta një qasje më direkte, çfarë i është komunikuar? Eneda, unë kam patur një bisedë telefonike me drejtorin e policisë vendore të Firit, zotin Skënder Hitaj,